Keni djegje në urinë, ja si të shpëtoni nga infeksioni urinar me sodë buke. Soda e bukës ndihmon në lehtësimin e dhimbje therse të shkaktuara nga infeksionet e traktit urinar. Këto infeksionet të shkaktuara nga bakteret shkaktojnë inflamacion dhe irritim në fshikëzën e urinës dhe uretër, tubi që mban urinën në trup, prandaj lind nevoja për urinim të shpeshtë. Soda e bukës neutralizon urinën dhe e bën atë më pak acidike, duke ju ndihmuar kështu në lehtësimin e dhimbjeve therse. Tretni gjysmë lugë çaj sodë buke bikarbonate në ujë dhe konsumojeni të paktën 2 herë në ditë. Edhe pirja e shumë lëngjeve ndihmon në këtë rast, duke qenë se ato nxjerrin jashtë bakteret që shkaktojnë infeksione. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.